Policia rrugore intensifikon kontrollet në qarkun Vlorë, 9 të arrestuar dhe mbi 1200 masa administrative gjatë javës. Me qëllim garantimin e sigurisë rrugore dhe parandalimin e aksidenteve, Policia rrugore e qarkut Vlorë ka vjuar kontrollet intensive ku si rezultat janë arrestuar 9 drejtues mjetesh gjatë javës së fundit. Vetëm në 48 orët e fundit janë arrestuar shtetasit e B 45 vjeç banues në Itali, u kap duke drejtuar automjeti në gjendje të dehur në rrugën Kosova-Vlorë. FR 45 vjeç banues në Drashovic Vlorë, u kap duke drejtuar automjeti në gjendje të dehur në aksin Peshkëpi Vlorë. DQ 42 vjeç banues në Belgjik, u kap duke drejtuar automjeti në gjendje të dehur në rrugën Dimitër Konomi Vlorë. JA 40 vjeç banues në Vlorë, u kap duke drejtuar motomjetin pa leje drejtimi në aksin Vlorë-Fjerë. Gjatë javës janë vendosur mbi 1200 masa administrative për shkelje të ndryshme të kodit rrugor në Vlorë dhe Sarandë, 4 leje drejtimi të pezulluara, 99 masa për mosvendosjen e ripit të sigurimit, 57 masa për mosvendosjen e kaskës mbrojtëse, 36 masa për përdorimin e celularit gjatë drejtimit të mjetit, 15 masa për drejtim mjeti në efektin e alkoolit, 279 masa për shpejtësi mbi normat e lejuara, 110 masa për parakalime të gabuara, 228 masa për ndalim ose qëndrim të gabuar, 443 masa për shkelje të tjera. Policia rrugore e Drejtorisë Vendore të Policisë Vlorë vjon kontrollet e pandërprera në të gjitha akset rrugore të qarkut. Apelojnë për respektimin e rregullave të qarkullimit, pasi çdo shkelje mund të rrezikojë jetën tuaj dhe të tjerëve. Siguria në rrugë është përgjegjësi e përbashkët.